tek metodat natyrale, të ndalim te natyra. Çfarë na ofron natyra shqiptare, natyra jon, për ta menaxhuar këtë situatë, doktor? Me vërtet, natyra jon i ka duart plot. Po ti ishe me mua dje në ato fushat e Lushnjës, ti do ta shikoje që aty është mrekullia në tokë. Që sikur të dali njeriu në atë natyre të humbasin në atë gjelbrim të mbushur plot e për plot me lule shumë llojshe, do të vësh re që njeriu harron gjithçka. Është e përgatitur natyra për çdo lloj sfide dhe sëmundje që shfaqet në këtë tokë. Po besoj se po. Se edhe kur nuk ka qenë reprezentanti, i ka përgatitur ato toka. shegët, edhe të egra kishe aty, po edhe shumë të buta. Po. Dhe më thoshin mua, a mund t'i shfrytëzojmë këto? Po, më një thash, ky është rubini i kuq në tokë. Mrekulli. Pra, fillon që të tashi me këtë ngjyrën e kuqe, dhe mandej derisa na jep atë frutin e bollokut dhe të kënaqësisë. Pra, këto petale dhe kjo kuror me vërtet si një rubin i kuq, na jep një mrekulli në organizëm. E pasuron trupin dhe trurin me antioksidant të fuqishëm, plot e përplot me flavonoide, dhe kjo fillon tashmë që në brendësi të saj, nëse do të marrim edhe lëkurat e këtyre degëve, po qoftë edhe këto lulet, dhe ti përdorim edhe në veçanti rrënjën e shegës së egër, ne bëjmë një mrekulli në organizëm, po si, drejt për së drejti ne godasëm mbi problemin. Kjo është e pa diskutuar. Unë kam vënë re shumë njerëz që krijojnë, që kanë ankth në vetvete, kanë fryrje barku zorësh, kërcitje dhëmbësh, kruarje në pjesën e mbrapme të anusit, kruarje të trupit, pra këta kanë parazit. Po qoftë edhe fëmijë. Dhe njerëzit për shembull ose mund të shkojnë tek mjeku, bëjnë një analizë, ajo del negative dhe ky flë mbi dafina, ose ky nuk i bie problemit për shembull që të shkojmë ta vëzhgojmë këtë fëmijë natën në gjumë, a ka bruksizëm apo jo? Kërcitjen e dhëmbëve. Po patjetër. A i kruan gjë hundët ose të bëj veprime të pavullnetshme natën kështu, kot kështu, ose të kruaj hundën. Po bëri këto gjëra, po i hoqi rrobat si me inat, po u krojt nga trupi. Ky ka parazit. Po. Çohet i në 100 laboratore. Është dhe e vështirë në fakt, tek feçja dhe nuk del merën e parë, do të provojmë disa herë, ose mënyra duhet të jetë shumë profesionale që të dalin në analizë. Këto shenjat nuk gënjejnë. Këto shenja nuk të gënjejnë. Atëhere, ai laboratorit mund të kapi, mund të mos kapi. U them nga një herë, po e hedhim grepin aty tek. Jo gjithmonë do të kapi peshk. Po s'kapi peshk gjithmonë, po s'do thotë se në det s'ka peshk. Ka peshk, po se ka kap grepi. Atëherë, mund mos i kemi çuar neve në këtë rast për shembull. Ose mundet aju t'regua i pa përgjegjshëm, ose ndoshta nuk di mos i ta kapi atë situatën. Unë vetë, kur punoja me xhaje në një laborator, ai vepronte kështu. Si me potenciometër, ndriçonte edhe erësonte fushën e mikroskopit, dhe këto tash ngarkoheshin pozitivisht vezët, dhe pasaj kur fikej drita e mikroskopit, ato ishin si xixëllonja në fushë. Dhe këto më thoshe janë vezët e parazitëve. Kjo që e lehtësisht e dukshme. Mirë, kë mund të jetë në një truk për ata që... Po, që merren me këtë punë, po patjetër, po, kjo është një gjë. Tjetër, doktor, le të tregojmë tani se si do ta lehtësojmë, si do ta ndihmojmë personat, një person që është duke na ndjekur, që vuan nga ankthi apo një familjar të tij. Çfarë duhet të themi hap pas hapi, çfarë mund të bëjmë? Nëse ky person ka parazit, atëherë ai qumshti me hudhra dhe me shegën e egër janë të mrekullueshme në mëngjes esëll.